lajm shumë interesant, është bërë publik disa materiale sensitive të dosjeve të SPAK. Janë bërë, pra janë dërguar mediave dhe brenda tyre nuk kuptohet nëse këto materiale që i përkasin dosjeve timore të SPAK-ut kanë qenë të marra në mënyrë fizike nga SPAK apo është hakuar sistemi SPAK-ut nga jashtë. Elvi Fundo i Cënaask është i pari që është kontaktuar nga këta persona. Elvi, çfarë ka ndodhur eksaktësisht? Si të erdhën këto dosje sekrete të SPAK-ut? Këto materiale Blendi, për të thënë shkurt, kanë ardhur në datën 12 mars, kur po zhvillohej gjyqi i apelit ndaj kryebashkiakut Elio Melia. Janë 3 dosje ku përfshihet një biznesmen, një politikan i rëndësishëm dhe një zonjë. Të 3 dokumentat që janë totalisht rreth 90 faqe, bëjnë fjalë për hetimet të SPAK-ut. Pra janë materiale të hetimeve të SPAK-ut për cilat as personat vetë që po hetohen nuk kanë ndjeni. Personat janë thirrur, janë pyetur, por nuk kanë akuzë që të kenë ndjeni, pra sepse ato nuk e kanë materialin. Numri që ju aqoj ishte një i njohur juaj apo ju nuk e njihnit? Jo, është totalisht një numër anonim. Është një person i cili është arrestuar në datën 12 mars. Po të njëjtën datë. Po në të njëjtën datë. Ai ka pretenduar që dokumentat i ka marrë nga një person tjetër dhe personi tjetër është arrestuar. Të 2 personat janë një ish drejtuesi i burgut të Vlorës dhe i dyti punonjës i KMT-s në Vlorë. Të 2 zyrtarë në administratën shtetërore. Ju i publikuat? Dyshohen se janë hakuar brenda sistemit të SPAK, pra janë nxjerrë brenda institucionit. Tani SPAK ka filluar hetimet, ne jemi në datën 2 prill, presim të shohim në vijim prej gati sa po ndodh tani gati 20 ditësh, të shohim çfarë po ndodh pasi ka hetime intensive dhe ka dhe zyrtarë të tjerë të përfshirë, Fundo, pasi pretendohet që është një zyrë investigimi privat. Një pyetje vetëm, ju i keni publikuar këto dokumenta apo s'ju lejohet? Jo, as i kam publikuar dhe as kam ndërmend të publikoj, pasi të nesërme në datës që unë kam marrë djeni, ka ardhur një urdhër nga prokurori Ledar Maksuti, pasi janë ndaluar personat i cili na urdhëron që as të publikojmë aktet, as të flasim për ato akte, prandaj dhe unë po përpiqem të jem totalisht i rezervuar me ju për të mos shkelur ligjin. Dhe pyetja e fundit, mbas arrestimit, kanë dalë vetëm këto dokumenta, ju janë gjetur apo ka pasur edhe dokumenta tjera? Në djenin time është përtej këtyre 3 dokumentave. Ka qenë një zyrë, diku te ETC atje në 49, ka pasur më shumë dokumenta se sa kaq dhe ka dhe zyrtarë të tjerë të përfshirë. Faleminderit Fundo, pra ne do të kalojmë sot për ta parë më saktë çfarë ka ndodhur me dokumentat sekrete dosjeve të SPAK. Kush i vodhi ose kush i trafikoi ato, nga brenda apo një hakim nga jashtë. Mbas pak në Klan.